Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të vijojmë të flasim për skandalin që ndodhi në Big Brother, në atë incident të rënd ku Jozi goditi me shpull Gjestin teksa ishte i eliminuar, ndërkohë shqiptarët janë ndarë në pro dhe kundër, ku një pjesë mbështesin Jozin dhe pjesa tjetër në mos shumica mund të themi mbështesin Gjestin. Por çfarë pritet të ndodhë tani e tutje teksa fansat janë ndarë në dy grupe dhe secila mbron po themi në thonjza idhullin e saj. Ndërkohë presim edhe natën finale e cila do të mbahet më 19 prill të këtij viti të Big Brother dhe se kush do të jetë fituesi. Për të folur për gjitha këto ne kemi të ftuar gazetarin e Koha Jon, Redion Shtylla. Redion, përshëndetje. Përshëndetje i nderuar, kënaqësi për ftesën. Redion, ju si e keni parë nisur edhe nga syri i gazetarit, por edhe si shikues i zakonshëm pjesën e incidentit që ndodhi në Big Brother sa i përket goditjes me shpull nga ana e Jozit të Gjestit? Është një skandal i cili nuk është për herë të parë në Big Brother, por është për herë të parë në një edicion VIP. Është një skem të cilën të gjithë e kemi dënuar, që nga, le të themi, komentuesit e thjesht në rrjetet sociale, por edhe personazhet VIP që kanë shprehur një lloj mbështetje për Jozin. Loja ka rregulla, loja, le të themi, ka limite, por limiti që të shkosh dhe të prekësh tjetrin, ta godasësh pasi nuk pranon një humbje ose nuk ke pranuar për një kohë të gjatë, le të themi, provokimet, për mua nuk të tregon ty njeri më të mirë, nuk të tregon forcë. Forca e një burri nuk tregohet, le të themi, tek goditja ose tek dhuna. Për mua Jozi u fut në këtë Big Brother 2 herë, por në të dyja rastet doli më zi se ç'mund të kishte menduar. Do të jetë një njoll që atë do ta shoqëroj për një kohë shumë të gjatë. Nuk e di se sa e kishte menduar veprimin që bëri, apo se sa, le të themi, e vlefshme ka qenë për atë që ta poshtëroj, se akti i shpullës ka qenë një akt poshtërimi, por në anën tjetër nuk u tregua burr, se nëse flasim për konceptin e burrit në shoqërinë shqiptare, janë, le të themi, dy individ që dalin përballë njëri tjetrit. Ai, le të themi, sikur i doli pas krave, e goditi në pabesi dhe rezultati është që për mua nuk e ka mbështetjen siç po shihet, ndoshta mund të ketë një pakicë të vogël, por këta jemi ne që ku ka dhunë ose ku ka sherre vdesim për të parë se çfarë do të ndodhë më tej. Këta e kam për rritjen e çuditshme të ndjekësve të tij në Instagram, por padyshim që ka edhe ai mbështetës e tij, këtë gjë nuk mund ta mohoj. Si mendoni, a duhet ndërprer direkt spektakli atë natë, apo kjo ishte një ngjarje krejt e papritur që produksioni nuk kishte përgatitur për një ngjarje të tillë? Produksioni nuk mund të, le të themi, imagjinoj ose të qëndroj me ankth se çfarë do të bëjnë banorët. Ai ishte një veprim i menjëhershëm që Jozi bëri, ishte një veprim që askush nuk i kishte menduar. Nuk mund ta ndërpresi për një situatë e cila mori zgjidhjen nga ana ligjore, pasi është një kompetencë që tashmë do ta zgjidh drejtësia. Sa i përket spektaklit, ata u distancuan nga dhuna, e dënuan dhe nuk u bën palë të saj. Si e gjykoni veprimin e policisë? A ka vepruar si duhet duke lënë të lirë Jozin, apo tashmë i mbetet Gjestit për të vepruar më tej nga ana ligjore nëse do ta ndjek ligjërisht këtë çështje? Në aspektin, le të themi, shikues, se unë nuk jam, le të themi, njohës i ligjit dhe nuk mund të flas me kompetenca, por nuk kemi të bëjmë me një vepër e cila, le të themi, klasifikohet në të rënda. Pa diskutim është e rëndë se ndodhi në sytë e miliona shqiptarëve, është një veprim që u pa live dhe që u dënua dhe nuk duhet kurse si që dhuna të promovohet apo të jepet, le të themi, një lloj mbështetje. Në aspektin ligjor, besoj që policia dhe organet që kemi në vendin tonë janë më të sakta se sa një mendim i imi. Por nuk, për mua Gjesti e tregoi me fisnikërinë e tij që e fali për të dytën herë, e fali për të tretën, se e para ishte kur, le të themi, e fali për fjalën e rëndë që i tha,
e dyta ishte kur e fali që i dha të drejtën për të rikthyer në shtëpi, dhe mbrëm në prajmin e së shtunës e fali kur i tha ne jemi në një format, ndryshe do flisja jashtë, por për sa kohë jemi këtu, ai u tregua le të themi që u tërhoq nga le të themi nga nxitja për të pasur më shumë reagime jashtë, pra që i qetësoj gjakrat. Ndërkohë, dy banorë të tjerë janë komentuar shumë sa i përket Rozana Radit dhe Lart Vasilit mbi qëndrimin e tyre në momentin kur Jozi goditi me shpull Gjestin. Si mendoni, pse Lart Vasili nuk reagoi menjëherë, por ashtu edhe Rozana Radi? Janë pikërisht këta dy banorë që her pas here përgjatë rrugtimit të tyre e kanë folur, që janë njerëz të ndjeshëm, që janë njerëz që japin ndihmë, por në realitet ata vepruan të ngrirë. Më shumë unë i pash në syrin sikur ata po e shijonin si skenë edhe le të themi sikur ishin audiencë dhe jo sikur ishin aty, e vetmja që le të themi reagoi në mënyrë instinktive dhe në mënyrë të menjëhershme është Gerta, për të cilën banorët aty punuan shumë gjatë për 3 muaj për ta treguar atë si një njerëz të ftohtë, kur ndërkohë në një situatë reale, në një situatë kur u desh me njëherë ndërhyrja e personave që ishin aty, ai ishte vetmja që ndërhyri, duke mbajtur Jozin dhe duke i dhënë ndihmën le të themi Gjestit. Për mua veprimi i Gertës nuk ka të krahasuar me le të themi me finalistët që qëndruan duke parë dhe duke bërë se hir. Okej, më vonë ata u përfshin duke i dhënë ndihmë, por në minutat e para pam një Rozana Radi të ngrirë, si statuj, nuk dha asgjë, duke ditur që për 3 muaj ajo i thoshte Gjestit nubi im, e përdori për lojë dhe kur ishte me të vërtet për të ndihmuar nubi saj, e la edhe e pa aty të shtrirë. Si e komentoni lëvizjen e fansave të cilët janë paraqitur edhe përpara dyrëve të Top Channel, qofshin ata të Gjestit pas incidentit të rënd, por edhe ata të Jozit kanë shkuar para dyrëve të Top Channel ku kanë hedhur akuza, po themi thojza, ndaj gjithë mbështetësve të Gjestit, sepse po themi kanë reaguar në atë mënyrë dhe pse në rastin kur Gjesti hodhi kryqin Jozit nuk reaguan dhe nëse sipas tyre do ishte hedhur Kurani do kishin bërë namin. Unë vazhdoj të them që ne e përjetojmë më shumë se ç'duhet një format si Big Brother, në rrjetet sociale kalohet një lloj histerizmi dhe te kalohet masa, le të themi, brenda kuadrit të një loje, ne përfshihemi dhe e përjetojmë ne sikur jemi banor dhe jo ata aty brenda. Pa diskutim që veprimi i Gjestit është dënuar dhe nuk është një veprim që është pranuar. Nga ana tjetër, Gjesti nuk është, le të themi, një njeri i dobët që edhe as nuk e thirrri ndihmën për të, le të themi, për të sqaruar se këto janë situata që ndoshta do të sqarohen ose ndoshta do të shuhen me kalimin e kohës dhe është një çmenduri e gjithë, le të themi, kjo ngritje në protesta virale që po bëhen dhe në rrjetet sociale që ku është Jozi se do t'ja tregojmë ne atij se çfarë është burrëria. Për mua më mirë ne të merremi me punët tona dhe të japim kontribute, le të themi, për të dhënë një shembull se si të shuhet një shef, se sa më shumë që ta ndezim atë, duke parë edhe disa reagime të personazheve që tregonin që janë burg, por nga ana tjetër kjo ul edhe, le të themi, figurën e Gjestit duke bërë atë të pafuqishëm ose duke krahasuar me, nuk e di nëse mund ta them, por duke krahasuar me forcën që Gjesti nuk e paska dhe ne jemi më burra se ai dhe do t'ja marrim hakun. Për mua këto janë veprime fëminore të njerëzve për të cilët është gjëna që janë aty ku janë. Këto flas vetëm për figurat publike se populli po aty mbetet në rrjetet sociale, në çdo Big Brother do të komentojë dhe do të përfshihet, por për personazhet që e quajnë veten figura publike është e mjerueshme se si ushqejnë frymën e dhunës. Si komentoni deklaratat të atilla që Jozi nuk mund të hyjë më në Kosovë? A mund të arrihet deri në një pikë të tillë kundrejt një personi? Është e njëjta çmenduri që po bëhet me lidhjen që ai është e Kosovës dhe i Shqipërisë, nuk e di se kush e ka këtë dëshirën kaq të madhe për të krijuar një lloj përçarje, por mendoj që media e ka detyrë për të përcjellë një mesazh bashkimi dhe jo të marrë, le të themi,
disa indicie nga profile pa emër në rrjetet sociale që lëshojnë komente të pa fre dhe komente që nuk i shërben askujt. Për mua Jozi do të distancohet vetë se duke parë dhe impaktin që ka Gjesti, ai e di shumë mirë impaktin që ka Gjesti si personazh, nuk e di pse gaboi dhe shkojnë ato denigrime që shkoi duke përdorur dhe dhunën fizike, por nuk e di, janë çmenduri dhe deklarata të tilla, unë mendoj që duhet të bëjmë kujdes kur i japim, pasi mund të nxisim edhe situata për të cilat më vonë mund të pendohemi dhe kush do të mbajë përgjegjësi atëherë. Një prej ish banorëve, Zebër Vogi, ka deklaruar se kur kemi të bëjmë me një reality show, do duhet të presim edhe skena të tilla, pasi sipas tij ka individ të cilët provokohen mjaft lehtë dhe nuk mund t'i durojnë dot nervat e tyre. A është e justifikueshme një gjë e tillë, pavarësisht se kemi të bëjmë me një reality show apo me një spektakël televiziv, por a është justifikueshme dhuna në këto raste? Dhuna nuk justifikohet në asnjë formë, në asnjë mjet dhe në asnjë jetesë. Përpos fakti që kemi të bëjmë me një emision i cili ka një audiencë të frikshme dhe të shikosh akte dhune aty, i bie që në jetën reale ne mund të presim edhe gjëra më të mëdha. Loja Big Brotherit ka çelësin e vetëm që ti të kesh durim edhe t'ja lësh kohës për shembull për të marrë le të themi atë hakun tënd, por pa shkuar tek ekstremiteti, tek dhuna. Pa diskutim që Gjesti është një lojtar i cili ka provokuar, ka qetësinë e tij në lojë, le të themi ka një lloj manteli që nuk preket nga provokimet, të tjerët preken më shpejt, pasi e shikojnë si një lloj cënimi të dinjitetit të tyre, duke ditur që jemi në një format si Big Brother ku bën lojra të forta, duhet të përgatitesh që do të kesh edhe provokime të tilla, me zgjuarsi ti mund ta hedhësh poshtë tjetër me fjalë, po jo me grushta. Ndërkohë, sipas këngëtarit Labinot Rexha, thuhet se Jozi ka bërë rreth 2-3 vite burg në Zvicër me dyshimin se ka dhunuar një vajzë. Këto janë dyshime deri tani. Dhe a tregon kjo se Jozi, po themi, ka qenë, ose më saktë ka atë instinktin e dhunuesit dhe kjo nuk është një ngjarje e rastësishme? E kam parë deklaratat e këngëtarit që vetëm sot e kam parë në 3-4 emisione, nuk e di, shqyr që ndodhi kjo për këta që dalin dhe të flasin se për karrierën e tyre nuk merret kërkush të flasi. Produksioni besoj që bën një kontroll të dosjeve si shëndetësore, të dosjeve penale, edhe nëse se unë nuk e kam parë si dokumente, nuk mund të flas me siguri e ka bërë apo jo, por duke qenë që janë këto personazhe që flasin me kaq siguri, nuk besoj që produksioni do të lejonte diçka të tillë. Nëse e ka bërë, ja ku doli, ja ku jemi në rasti konkret që Jozi pa diskutime ka treguar dhe brenda jetesës së tij që është një person që le të themi që ka një karakter po goxha të ashpër. E kemi parë që në ditët e para ku tentoi dhe holli le të themi një mal me denigrim ndaj Rozanës, edhe në lidhjen e tij me Loredanën i kemi parë paksa le të themi ai burri autoritar që do të ketë kontrollin e femrës duke vënë ai norma sjellje. Pa diskutim që çdo banor aty tregon veten e tij në mos një ditë në një tjetrën, por Jozi ka treguar që është një person agresiv. Si e parashikoni natën finale të Big Brotherit? Me këtë që ndodhi, besoj që do të jetë një finale e cila do të kaloj me këtë shijen e kësaj shpullës, do të kaloj me mungesën dhe me le të themi me padrejtësinë e madhe që ju bë Gertës që nuk preku finale, po sidoqoftë do të jetë një finale që do të gëzojë le të themi tifozëritë e banorëve që janë ende në lojë, do të jetë një finale ku do të vlerësohet dhe do të marrë çmimin pa diskutim Gjesti. A mendoni se Gjesti është i avantazhuar nisur nga ngjarja që ndodhi, apo gjithçka do të vendoset nga votat e shqiptarëve? Po, Gjesti që kur u fut në Big Brother e ndryshoi lojën. Kjo do të thotë që ai ishte një lojtar që le themi kishte të gjitha ato elementet për ta bërë ato show të tij. Ai është një showman, e ka
demonstruar her pas here me shumë situata, me provokime që le të themi është i vetmi që e mban gjallë atë Big Brother për të flitet nga mëngjesi dhe në darkë. Nuk ka pasur asnjë fije dyshimi që mund ta fitonte Gjesti, thjesht me këtë ja kanë shtuar me 10 fish sigurinë që ai do të shpallet pa diskutim fitues. Nga ndryshon ky Big Brother nga i mëparshmi, veçanërisht në rastin e Luiz Eilit, dhe a mund të themi se Gjesti është një Luiz Eili i ri që ndryshoi rrjedhën e gjithë spektaklit, apo thjesht janë dy personazhe me karakteret e tyre? Pa diskutim që janë dy personazhe të kundërtën, po flasim për një Big Brother ku Luizi, le të themi, personazhi që e kishte aty bëri që le të themi, rrugët në çdo prime të ishin bosh, nuk mund të le të themi të krahasosh impaktin që kishte ai pasi ishte një banor që i kishte të gjitha cilësitë, bëri një lojë që nuk ishte parë më përpara, u bë shumë i dashur, krijoi një lidhje, kishte le të themi atë personalitetin e vet me argumenta, kishte dije nga çdo fush, pra ishte një paketë e kompletuar që erdhi për herë të parë për publikun, por Gjesti ka natyrën e tij çapkëne, energjik, një provokues i bukur, le të themi një njeri real brenda asaj loje, kur ka gabuar, ka kërkuar falje, pak a shumë në këto dy ujëra kanë qenë dhe mbetën këta dy personazhe. Redion, dhe i pyetje fundit, si mendoni Big Brother do duhet vazhdoj me këtë format në përzgjedhjen e profileve të VIP-ave, po do duhet më saktë të zgjedhë njerëz, po themi, ose profile të cilët kanë një farë niveli më të lartë, qoftë në karrierën e tyre, po qoftë edhe sa i përket asaj që transmetojnë? Big Brother është një format ku në thelb të tij le të themi ka dinamikën e lojës, që të personazheve që le të themi krijojnë një lloj adrenaline, që japin materiale për të pasur dinamika. Nuk është Big Brother le të themi një akademi ku të mblidhen të gjithë këto kokat më të zgjuara të shtetit dhe të bisedojnë apo të tregojnë histori apo të tregojnë dije. Padyshim që në skaletën apo dhe në checklistën që duhet t'i bëhet personazheve, unë e thash që nga dosja le të themi e shëndetit mendor, që nga dosja e sigurisë penale apo jo, e nëse ka persona që kanë le të themi pikpyetje, nuk duhen përfshirë. Redion, unë të falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit, kënaqësi. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.